Pamje prekse nga funerali i Ilaria Sulës, nëna e saj në Lot, ku je mbyllur o shpirti mamit. Mbahet sot funerali i Ilaria Sulës, studentes shqiptare që u vra në mënyrë makabre nga ishi dashuri saj Filipinas, Mark Antoni Samson. Në shtëpinë e 22 vjeçares në Terni janë mbledhur 100 qytetar, të gjithë familjar, miq dhe shoqata të dhunës kundër grave. Nga pamjet e publikuara nga mediat italiane, momente prekse shfaqen kur nëna e Ilarias, Gzime Sula, shfaqet duke thirrur emrin e së bijës me slotësh. O Ilaria ime, o vdeksha mami për ty. O Ilaria ime, ku je ti o shpirti mamit, ku je që nuk e dritë në sy, ku je mbyllur ti o shpirti mamit. Të solla mami tek shtëpia, se the do të vi në shtëpi. Të solla mami tek shtëpia o zemër, o Ilaria hapi syt, dëgjohet tek qante me dënes nëna e Ilarias.